Programi ynë është një program Programi i Shqipërisë Madhështore në pamje të parë duket si një program i egzageruar, si një epitet i egzageruar, cilësor i egzageruar ky madhështor, por shumë real, se nuk ka patur gjë më madhështore se sa të vendosësh pluralizmin në Shqipëri në vendin e monizmit ekstrem. Dhe këtë e bëri Partia Demokratike. Nuk ka patur më madhështore se sa të nxjerrë Shqipërinë nga honet e varfrisë ekstreme e njëjtë prej vendeve më të varfra të planetit në grupin e vendeve me të ardhurat të mesme të larta siç ndodhi në vitin 2008. Nuk ka patur akt më madhështor se Shqipëri në vendin më të pasigur, vendi i cili lakmohej dhe sulmohej dhe vërshorin të gjitha ushtrit pushtuese të kohrave, ta vendosi ta antarësosh në aleancën më të fuqishme, politike dhe ushtarake, aleancën e Atlantikut Veriut. Nuk ka patur akt më madhështor se sa Shqipërinë, e cila në vitin 2005 kishte përdorimin e internetit 4.8% penetrim në internetin në shoqëri, dhe jo ta 10 fishosh, por ta 14 fishosh brenda një kohë 7-8 vjeçare, të shënosh rritjet më të shpejta të përdorimit të tij. Edhe kjo përbën një akt madhështor, të dyfishosh rrogat dhe pensionet. Edhe kjo përbën një akt madhështor, se nuk është i lehtë dyfishimi i rrogave e pensioneve. Pra, pse ne, ku e bazojmë ne këtë që flasim për Shqipëri madhështore? E bazojmë sepse ne kemi realizuar shumë momente madhështore, por ato përsëri nuk formonin, nuk krijonin atë që themi ne Shqipëri madhështore. Jo. Shqipëria madhështore do jetë Shqipëria e cila nuk do të njohë varfëri ekstreme. Dhe ne kemi gjetur çilsin e saj. Cili është çilsi? Do ju kthejmë paratë shqiptarëve. Paratë që mlidhen me të ardhurat e tyre, një pjesë e mirë e tyre do shkojnë rroga dhe pensione për ata. Nuk do themi pensionistëve ne se nuk mund të vëmë para në fondin tuaj se shembet Shqipëria. Jo, më nuk shembet Shqipëria. Shqipëria shembet po t'i lësh ata si në të gjendje të mirë. Ajo është shembja e vërtetë e Shqipërisë. Po t'i lësh ata njerëz pa ilaçit, mos mund kohën dot. Po t'i lësh numërojnë kafshatën siç janë sot. Ndadhen e do vendosim minimum jetik. A këto para të taksave do u kthejnë të gjithë atyre që s'kanë, nuk do ketë shqiptar që të marrë më pak se 200 euro. Do rriten pensionet, do vendoset rroga minimale 500 euro, do rritet rroga mesatare në 1200 euro, nuk do preket rroga maksimale. Pse nuk preket rroga maksimale? Sepse rroga maksimale, diferenca midis rrogës mesatare dhe maksimale në Shqipëri, është më e thellë se në çdo vend tjetër që unë di në planet. Më e thellë se në Suedi, më e thellë se në Gjermani, se në Amerikë, se kudo tjetër. Se kështu e bën këta në të mendësinë e tyre. Por kjo nuk është përsëri Shqipëria madhështore, kjo është Shqipëria jashtë dhimbjeve. Shqipëria madhështore është made in Albania. Do ta bëjmë Shqipëri një hotel dhe vetëm një hotel, apo ta bëjmë Shqipëri një vend që prodhon kudo të mira për qytetarët e saj, një vend që pasuritë prallore që ka do t'ja u kthej qytetarëve të vet. Shqipëria ka pasuri botërore. Ka pasuri botërore në rezervat e saj nëntoksore. Ka një tokë në më pjellore që mund të bëhet. Është një vend me ujëra, më me ujëra se në çdo vend tjetër i rajonit. Shqipërisë ja shkatruan prodhimin.
Ja shkatruan duke hapur, duke vendosur standarde që nuk ekzistojnë as kërkum në tregti. Ja shkatruan prodhimin duke me narko euro. Mbyllën çdo javë mbyllën normalet e eksportit për shkak të rënjes së vlerës së euros me 35%. Dhe çfarë euro është? Është narko euro. Imagjinoni ju, nga viti 2023 në vitin 2024 eksportet ranë me 32%. Çfarë do thotë kjo? Mira shqiptar mbyllën vendet e punës dhe u detyruan të largohen jashtë vendi. A ka mundësi qeveria të mbrojë? Plotësisht. Çfarë mbrojnë qeveria? Po qeveria bën kursin, kompenson kursin që droga ja uli euros. Dhe i bën eksportuesit të funksionojnë, i kompenson për aq sa ka rënë euro. Dhe sumben qindra vende pune. Dhe nuk bllokohet prodhimi. U ju dhash një shembull këtu. Pra, Made in Albania do t'jetë krenari kombëtare. Do t'jetë gjenatori kryesor i punësimit tuaj. Do jetë gjenatori kryesor, do t'jetë vendi i suksesit tuaj. Startupet tuaja do mbështeten në të gjitha mënyrat për suksesin e tyre. Pale që do krijojmë, Shqipëria do jetë vendi i taksave më të ulta në Europë. Asnjë vend tjetër në Europë nuk do të ketë taksa të ulta sa Shqipëria. Shqipëria do ketë çmim më të ulët të energjisë dhe do shtrohet në një superfuqi energjetike rajonale. Shqipëria ka potenciale të jashtëzakonshme të prodhimit të energjisë nga uji, dielli, era dhe gazi. Të gjitha këto janë potenciale të ndaluara gjerësot. Po pse janë ndaluara? Korrupsioni, arbitrariteti, mungesa e sistemit drejtësisë, të gjitha së bashku. Ne do i rikthehemi fuqishëm në mënyrë që qytetarët shqiptar ta blejnë energjinë sa më lirë. Do ulet energjia për bizneset. Nga 24 lek do zbresi në 6 lek. Në 6 lek. Do ulet energjia për qytetarët. Do zbresi në 7 lek. Do ulet nafta. Çfarë i duhet pensionistit nafta, i thoshte Edi Rama një zonjë që e kushtoi në opinion. Po me çfarë viz pensionisti? Nuk viz me autobus. Ta zëm se nuk ka automjet. Po nuk pret një bilet pensionisti për të shkuar apo duhet të rritë në shtëpi pensionistit. Çfarë i duhet lëvizja pensionistit të themi pastaj? Pra, ne kemi një program me të cilin ju mund të trokisni në çdo derë, në çdo zemër, në çdo mendje. Është vetëm ky programi? Jo. Shqipëria do të bëhet vendi epiqendër e teknologjisë lartë në rajon dhe në gjërë. Do të bëhet epicendër e inteligencë artificiale, internetit 3, blockchain kriptomonedhave, data qendrave. Pra, kjo do jetë Shqipëria madhështore, plotësisht e realizueshme, po këto janë të gjitha fjalë në ekran, këto fjalë duhet të çohen në çdo derë. Këto fjalë duhet të çohen tek çdo qytetar. Dhe u them ju një gjë, që nuk ka mesazher më bindës, më të pëlqyer, më të besueshëm se sa ju të rive. Pra kjo fushat është në duart tuaja. Jeni ju mesazherët e saj, ne fitojmë. Jeni ju, do bëhe ju fytyra e vërtetë e saj, ne fitojmë. Do bëhe ju njerëzia e saj, ne fitojmë.